Përshëndetje, unë quhem Albani Braliu, jam ekspert pranë qendrës ABA. Sot jemi këtu në Lërisën e Sipërme për të demonstruar një model inovator të tharjes së bimëve aromatike mjekësore, i cili bazohet drejt për drejt në përdorimin e energjisë diellore për tharjen e bimëve mjekësore dhe aromatike. Përdorimi i energjisë diellore në tharjen e bimëve aromatike dhe mjekësore nuk është një proces që themi dhe vështiri, është një metodë e cila është përdorur ndër vite nga fermerët, por ky sistem inovator ofron disa standarde të cilat i kanë munguar sektorit. Sistemi inovator bazohet së pari në kapacitete të cilat bëjnë të mundur ruajtjen e uniformizimit, ruajtjen e cilësisë dhe përbërësve të produkteve në nivelet më të larta të mundshme. Ky sistem inovator bazohet në kontrollin, së pari në absorbimin e energjisë, në akumulimin e energjisë diellore, në shpërndarjen uniforme të energjisë diellore, duke filluar nga fillimi i tharëses deri në fundin e saj, dhe padyshim pjesë esenciale të saj kanë të bëjnë me pjesën e asaj që përkon me lëvizjen uniforme të thasisë së ajrit nga fillimi i tharëses deri në fund të saj. Tharësia është konceptuar një model shumë inovator. Ky model inovator vjen nga Universiteti i Hohenheimit, ka 5 vite që është implementuar në Shqipëri. Është ndërtuar një bazament nga një metal i galvanizuar, i cili është fremi i për sa i përket pjesës standardeve të cilësisë së bimëve mjekësore dhe aromatike. Është i gjatë 10 metra, i gjerë 2 metra, ka një sipërfaqe tharëse e cila shkon rreth 20 metra katror, dhe ajo që e bën veçantë këtë sistem është mënyra se si akumulohet energjia. Po shikoni me kujdes, në pjesën e përparme të tharëses është një sistem metali me ngjyrë të zezë, e cila shërben për të akumuluar energjinë diellore, dhe më pas kjo energji e akumuluar me ndihmën e këtyre ventilatorëve, të cilët punojnë me 8 deri në 10 volt, bëhet lëvizja e drejtuar e gjithë rrymës së ajrit nga fillimi i tharëses deri në fundin e saj. Ky sistem i prodhimit të energjisë bëhet i mundur me ndihmën e këtij paneli diellor. Paneli diellor bën të mundur të prodhojë së paku 40 deri në 50 volt energji, e cila është e mjaftueshme për lëvizjen e këtyre ventilatorëve. Rryma e ajrit që lëviz nga fillimi i tharëses deri në fund të tharëses bën të mundur që uniformizimi i sasisë së ajrit të jetë i gjithi i njëjtë në të gjithë sipërfaqet e tharëses, dhe çfarë është më rëndësishme, jo vetëm thjesht lëviz rryma e ajrit, por ajo që është më rëndësishme, së bashku me rrymën e ajrit, lëviz edhe gjithë lagështia e akumuluar nga bimët. Pra, çelësi i suksesit të kësaj tharëse qëndron në faktin e shpërndarjes uniforme të ajrit, dhe padyshim ajo që vlen theksohet është lëvizja dhe gjelja jashtë e lagështisë së akumuluar. Në ditën e sotme ne po vlerësojmë pjesën e tharjes së një bime shumë të rëndësishme mjekësore. Bima e cila është sot në tharëse është bima e murrizit, Crategus monogina, është një nga bimët më të rëndësishme të eksporteve shqiptare, dhe jo vetëm zona e Dibrës, po e gjithë Shqipëria vlerësohet për sa i përket cilësisë së veçantë të këtij produktit freskët. Po cili është problemi i këtij produktit freskët? Produkti i freskët, i cili vjen nga natyra, fillon dhe humbet vlerat e tij pikërisht në procesin e transportit dhe në procesin e tharjes. Fermerët duhet të kenë parasysh që pas procesit të vjedhjes së produktit, duhet sa më shpejt të mundur që produktin e freskët ta transferojnë me njëherë në tharëse, dhe më pasi e kanë transferuar në tharëse, duhet ta uniformizojnë. Po ta shikoni me kujdes, e gjithë sasia e produktit është uniformizuar dhe në një trashësi jo më shumë se sa 3 deri në 4 cm. Pasi është uniformizuar e gjithë sasia e produktit në tharëse, më pas ne realizojmë mbylljen e mbulesës së tharëses. Mbulesa e tharëses, po ta shikoni me kujdes, përfaqësohet nga një sipërfaqe plastike, një polietilon, i cili është në nivelet e 0,2 mm
Dhe çfarë është më rëndësishme? Është një sistem i qëndrueshëm i cili bën të mundur depërtimin e rrezeve të diellit. Dhe çfarë është më rëndësishme? Gjithë bulzat e ujit të akumuluara në sipërfaqen e plastike të tharëses nuk bien mbi produktin e tharë. Më pas ajo që është e veçanta e këtij sistemi tharëri qëndron fakti se brenda sistemit tharës ekzistojnë dy sensor të rëndësishëm, sensori i temperaturës dhe sensori i lagështisë relative. Në momentin kur temperatura brenda tharëses rritet më shumë se sa 40 gradë Celsius, atëherë vjet menjëherë në punë pjesa e ventilatorëve dhe vendosja në punë e ventilatorëve bën të mundur shtyrjen e gjithë asaj që përkon me sasinë e ajrit nga fillimi i tharëses në fund të saj. Dhe kjo sjell uniformizimin dhe çfarë është më rëndësishme, largon jashtë pjesën e lagështisë. Ky model është një model i qëndrueshëm bazuar në praktikat e mira brysore, dhe çfarë është më rëndësishme, siguron një cilësi maksimale të produktit. Produkti është uniform, me ngjyrë të qëndrueshme, me të gjitha vlerat që kanë bënë me pjesën e flavonoidëve dhe pjesën e përbërësve aktiv të bimës, dhe ajo që vjen theksohet është që ky produkt tharë do të rrisi në mënyrë signifikative, jo thjesht cilësitë e produktit, por të ardhurat e drejt për drejta për fermerët. Më shumë na ndiqni në platformën ABA Online, në rubrikën e pyetjeve, pyesni ekspertin dhe jeni të mirë se ardhur, jo vetëm për të ndjekur këtë video, por edhe video të ardhshme që kanë lidhje me sektorin e bimëve aromatike mjekësore.